Unë do desha që sot me ju ta bëjmë konkret këtë prezantim. Ta bëjmë konkret këtë prezantim duke filluar me një hartë, e cila, siç e shikoni edhe legjendën e saj, ka në boshtin e saj dy korridoret, korridorin blu dhe korridorin e 8, por nga ana tjetër ka edhe disa ngjyra të cilat do të shoqërojnë projektet për t'i treguar se cilat janë të përfunduara, cilat janë projektet në ndërtim dhe cilat janë projektet në proces, por do të kemi edhe një hartë tjetër ku do të kemi projektet e së-ardhmes. Para nesh shtrihet i gjithë korridori blu, një nga korridoret më të rëndësishme të transportit pan-europian, i cili lidh Kroacinë, Malin e Zi, Shqipërinë edhe Greqinë, duke krijuar kështu një korridor të transportit të mallrave dhe të pasagjerëve, por nga ana tjetër duke u shoqëruar edhe me disa korridore të tjera, pasi korridoret rrugore gjithmonë krijojnë infrastrukturën edhe për korridoret energjetike, edhe për korridoret e gazit sigurisht. Po e nis nga veriu, Moriqan Ballldren tashmë është një nga akset e përfunduara me studim fizibiliteti të bërë nga WBIF, është një aks i cili do të përmbyll lidhjen kufitare me Malin e Zi, për të zbritur më poshtë pastaj në aksin Moriqan Ballldren, i cili, siç u thash, është pra një aks që tashmë e ka projektin e tij, ka edhe një studim të detajuar nga WBIF-i dhe ne na mbetet vetëm për të vendosur mënyrën dhe instrumentin e financimit të këtij projekti në bazë të fizibilitetit të dorëzuar nga WBIF. Gjithashtu, në këto momente, në 2-3 ditët në vazhdim, ne do të shpallim konsorciumin fitues për sa i përket Ballldren Milot Ballldrenit apo Ballldren Milotit, i cili është pjesë aktive e korridorit blu, është tashmë një garë e përfunduar, ka ndalë dhe fituesit, pritet që të përzgjidhet nga grupi përzgjedhës dhe më pas me njëherë në përfundim të afateve dhe të kohëve për sa i përket të gjithë pjesës së ankimimeve, ne vazhdojmë me lidhjen e kontratës dhe sipas kontratës i lejojmë 6 muaj kohë për mobilizimin e kantierit dhe projektin e detajuar. Për sa i përket lotit Thuman Milot, ky është një projekt tashmë i përfunduar, është një kontratë e lidhur, jemi në afatin kohor të mobilizimit të kantierit dhe gjithashtu të krijimit të gjitha kushteve teknike dhe projektit të detajuar për të nisur me njëherë ndërtimin. E konsiderojmë në proces. Ndërkohë, Thuman Kashar është një segment i përfunduar, operativ nga 30 qershori i vitit 2024 dhe sot për të thënë të drejtën, tek përgatitesha për të ardhur këtu dhe për të bërë këtë prezantim, i hodha një sy shifrave të automjeteve që kanë kaluar nga 30 qershori dhe deri më sot. 6.5 milion automjete kanë përshkruar 21 kilometrat nga Thumana në Kashar dhe ana Sjelltas dhe dje kam qenë në Shkodër pa ndonjë sforcot madhe, për 1 orë e 10 minuta nga Tirana në Shkodër, duke pasur parasysh facilitetin që krijon Thuman Kashari dhe imagjinoni se si do të jetë kur ne në harkun e 2-3 viteve të dorëzojmë edhe Thuman Milotin e më pas Milot Ballldrenin. Në ndërkohë, për sa i përket gjurmës nga Kashari deri në Lekaj, kjo është një gjurmë që do të ndalesha pak. Nga Kashari deri në Lekaj, ne kemi një gjurmë plotësisht të re, një gjurmë të shkelur vetëm nga disa rrugë të ushtrisë kohë më përpara, është një gjurmë e cila lidhet me bypassin e Tiranës dhe më pas vazhdon në kodrat e 5 Helmsit të ndroqit për të dalë dhe për të lidhur në shtrat të Shkumbinit në Rogozhin në Lekaj. Duke krijuar kështu një rrugtim prej 33.5 kilometrash të kategorisë A, ashtu siç është korridori blu, dhe duke aksesuar me një shpejtësi prej 130 km/h, këto 33 kilometra
dhe duke i dhënë kështu një akses të plot autostradës të veriut për të lidhur me autostradat e rjugut pa pasur nevojë që të aksesohet kryeqyteti. Kjo është arritja më e madhe padyshim për këtë aks. Ky segment, siç u thash, është krejtësisht i ri dhe nga projekti i deri tanishëm, duke qenë se jemi në fazën e mobilizimit të kantierit dhe të detajimit të projektit, ne kemi 2 tunele nga 5 kilometra, 6 ura, 5 yje, 5 nyje dhe 9 kalime. Siç e kuptoni, është një vepër infrastrukturore e kompletuar me të gjitha veprat e artit. Është një gjeologji komplekse do të thoja për gjithë ata që njohin gjeologjinë e Tiranës. Nuk do të jetë e lehtë që të kemi tunele në atë zonë, por sigurisht tashmë mbas kapërcimit që kemi bërë me tunelin e Murizit, unë nuk besoj që konsorciumet që punojnë në infrastrukturën rrugore shikojnë më ndonjë problematik. Kështu që unë besoj që Lekaj Kashar do të dorëzohet në afat ashtu siç e parashikon kontrata me të gjithë parametrat e sigurisë rrugore gjithashtu. Ndërkohë që siç u thash, kjo pjesa autostradës lidhet me bypassin e Tiranës, një tjetër vepër shumë e rëndësishme, 9 kilometrat e para të cilat janë nën inventarin për ndërtim të autoritetit rrugor shqiptar, ndërkohë që kilometrat e tjerë, pra 13 kilometrat e tjerë, janë ato që do të mbështeten me fondet Bashkimit Evropian dhe me kredin e cila vjen nga konsorciumi i krijuar midis Bankës Evropiane të Investimeve dhe Bergjet. Gjithashtu, ne në të njëjtin korridor kemi kontratën e fundit e cila na lidh me bypassin e Fierit tashmë të përfunduar, që është kontrata nga Lekaj deri në Fier, një gjurmë ekzistuese, dhe këtu do desha ta sqaroja këtë për të gjithë. Ne gjithë e njohim, është autostrada e vjetër, por e cila do të ruhet vetëm në disa nga segmentet, duke eliminuar plotësisht rreth rrotullimet, sidomos ato të cilat krijojnë dhe kënde edhe më të mbyllura se 90 gradë, duke pasur pra disa segmente të reja që do të shtohen këtyre kilometrave dhe duke ruajtur një pjesë së saj. Por çka është e rëndësishme dhe duhet thënë, i gjithë korridori blu shoqërohet me rrugë paralele, të cilat janë rrugë për akses nga qytetarët me shpejtësi të kufizuar sigurisht, që ndodhen në të dyja krahët e këtij korridori, duke i ofruar kështu çdo drejtuesi automjeti të drejtën për të zgjedhur përmes një autostrade të shpejtësisë lartë 130 km/h me pagesë apo rrugëve paralele për të aksesuar të gjithë zonat e banuara rreth korridorit blu pa pagesë. Dhe i gjithë ky korridor vazhdon më pas me bypassin e Fierit, të cilin e kemi mbyllur në vitin 2020, të gjendur dhe të hapur pa një projekt me një kontratë skaduar dhe gjithë problematikat e tjera, dhe deri në Levan, duke përfunduar më pas deri në bypassin e përfunduar dhe të dorëzuar tashmë për përdorim nga automjetet të Tepelenës. Kështu përfundojmë të gjithë korridorin blu, siç u thash, një nga korridoret më të rëndësishme të infrastrukturës shqiptare, dhe nga ana tjetër do desha që tashmë të kalonim në korridorin më të rëndësishëm ndoshta për rajonin ton, që është korridori 8. Korridori 8, i cili ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, pavarësisht se në mes ndodhet deti, midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë. Një korridor i rëndësishëm i infrastrukturës rrugore hekurudhore, një korridor shumë i rëndësishëm energjetik, pra i linjave transmetimit, por mbi të gjitha një korridor i rëndësishëm i sigurisë. Korridor i rëndësishëm i përdorur nga forcat e aleancës atlantike, euroatlantike, të cilat sigurisht përbëjnë tashmë një komponent shumë të rëndësishëm dhe është dukur e gjithë rëndësia e këtij korridorit përdorur nga forcat e NATO-s gjatë periudhës së vitit 2022
në kohën e agresionit, kur agresioni rus pra nisi ndaj Ukrainës. E thënë kjo, duhet kuptuar që ky korridor nuk ka vetëm këtë rëndësinë e infrastrukturës rrugore dhe të gjithë mbështetjes ekonomike që do t'i japi zonave të cilat përshkon, apo lidhjes rajonale, por krijon edhe një ndërlidhje me një nga planet më agresive dhe ambicioze që Shqipëria ka për ndërtimin e një baze militare në zonën e Porto Romanos, në të njëjtat ambiente pra dhe zonë me portin komercial të ri të Porto Romanos, ndërtimin e një baze të NATO-s. Lega i Elbasan është pjesa e parë e këtij korridori, e cila ndërtohet në këto momente, e ndarë në 2 faza. Jemi duke ndërtuar fazën e parë prej 19 kilometrash, për shkak të gjeologjisë shumë të mirë, duke qenë se e gjithë kjo rrugë shtrihet në luginën e Shkumbinit dhe gjeologjia na ka favorizuar në këtë rast, do të thoja që të gjitha kantierët që përshkojnë këtë segment janë në funksion të plot, ecet me qëndrueshmëri, pa problematika dhe nuk kemi probleme të paparashikueshme. Në ndërkohë që parashikohet që këto kantiere të dorëzohen në pranverën e vitit 2026, duke krijuar kështu blokun e parë të 19 kilometrave, të cilat do të lidhin Elbasanin me Rogozhinën, pra me nyen e Rogozhinës. Edhe këtu, sigurisht parametrat janë të një autostrade të kategorisë A, me 130 km në orë shpejtësia e kësaj autostrade, dhe nga ana tjetër duhet thënë që do të lidhet me bypassin e Elbasanit. Një nga veprat infrastrukturore më të rëndësishme, jo vetëm për infrastrukturën e përgjithshme, pra për inventarin e autoritetit rrugor shqiptar, por edhe për zhvillimin e një zone shumë të rëndësishme si Elbasani, por do ndalemi pas pak tek bypassi i Elbasanit. Qëndrojmë tek korridori blu, tek korridori i 8, dhe në korridorin e 8, sigurisht, ne kemi nisur më përpara se faza nga Elbasani në Lekaj, kemi nisur ndërtimin e segmenteve nga Elbasani në drejtim të kufirit me Maqedoninë e Veriut. Jemi duke punuar aty në të gjitha segmentet e hapura tashmë, sigurisht që në atë zonë gjeologjia është shumë më sfiduese se në krahun tjetër, duke qenë se jemi duke ndërtuar edhe vepra arti të cilat kanë komplikacionet e tyre, siç është rasti i disa tuneleve, të cilat ne kemi në atë zonë, por gjithashtu ecuria është e mirë dhe duhet pasur parasysh që një pjesë e këtyre akseve tashmë janë dorëzuar. Punohet aktualisht në segmentin nga Elbasani deri në daljen me kufirin, pra siç u thash, kemi vendosur që dalja të jetë në Bushtric, është bërë një punë e përbashkët me autoritetin rrugor të Maqedonisë të Veriut, kemi gjetur pikën më të afërt për të bërë daljen e re, dhe këtu duhet ta them që nuk do të preket dalja nga Qaftana. Qaftana do të vazhdojë të jetë një pikë kufitare, por pika e re e Bushtricës ofron një dalje me shpejtësi më të madhe, e cila do të arrihet përmes një tuneli 6 kilometra që ndahet midis 2 vendeve, dhe sigurisht bën më të lehtë lëvizjen e automjeteve të tonazhit të rënd, duke pasur parasysh që ne kërkojmë që të lidhim portin e ri të Durrësit me Maqedoninë e Veriut dhe deri në portin e Varnës në Bullgari. Tuneli i Mirashit, i cili e kemi vizituar para pak ditësh në një inspektim me kryeministrin, është duke ecur mirë, është një gjeologji, siç u thash, sfiduese, po pa krahasim me ato çka kemi kaluar më përpara, dhe besojmë që do të qëndrojmë në afat të dorëzimit edhe në këtë kontrat, duke përmbyllur kështu pastaj të gjithë lidhjen deri në bypassin e Elbasanit. Bypassi i Elbasanit, i cili është një vepër që e ka një projekt të detajuar, kemi nisur procesin e aplikimit për financim në
bankat e huaja. Parashikohet që të jetë një projekt që ka një kosto rreth 250 milion euro dhe çka është më e rëndësishme përveç faktit që është nyja më e rëndësishme e korridorit të 8, pasi lidh nyjen e Rogozhinës me pjesën veriore të korridorit, nga ana tjetër krijon aksesin e autostradës nga Tirana në Elbasan, por mbi të gjitha do të krijojë dhe aksesin e plot në zonën ku do të ndërtohet automotoparku ose ndryshe pista e Formula 1-s, që do të jetë një tjetër nukël zhvillimore në Republikën e Shqipërisë për ta vendosur në një nivel tjetër qoftë edhe në atë të automotosportit. Në ndërkohë, do desha të kaloja në disa projekte tjera, të cilat janë zhvilluar tashmë një pjesë e tyre, një pjesë janë në proces, siç është rasti i rrugës Karatiq-Delvin, një rrugë prej 44 kilometrash, e cila mban edhe një nga tunelet e para të dorëzuara ata të Skërficës, ndërkohë që është vazhduar edhe me rrugën që çon deri në Delvin, duke e përfunduar kështu aksin në mënyrë të plotë dhe duke i dhënë korridorit të 8 edhe korridorit të blu edhe një mundësi tjetër, pra me lidhjen direkte me pjesën e Delvinës dhe më pas me daljen në Sarand. Ndërkohë, akset të tjera dorëzuara është aksi Orikum-Dukat, i cili tashmë është në funksion nga vera e vitit kaluar, një aks i cili lidh portin e jateve me urën e Shënelizës, duke krijuar kështu akses direkt në tunelin e përfunduar të Llogaras dhe duke shkurtuar kohën nga aeroporti i Vlorës, pasi ky është synimi kryesor, pavarësisht se përfitimet janë të ndryshme për të gjithë hoteleri turizmin e zonës, edhe atë malor madje që ka të bëjë me parkun e Llogaras, nga ana tjetër synimi kryesor është lidhja e tunelit të Llogaras me rrugë të drejt për drejt me aeroportin e Vlorës, duke shkurtuar kështu kohën në më pak se 45 minuta. Një nga kërkesat kryesore që kanë pasur të gjithë investitorët e huaj për të investuar në jug ka qenë koha midis aeroportit të Vlorës dhe vendit ku ata mund të ndërtojnë, që duhet të jetë më pak se 45 minuta, gjë që e ka ofruar e gjithë kjo kuror e infrastrukturës e ndërtuar në zonën përreth. Tuneli Llogaras, operativ gjatë vitit të kaluar, gjatë sezonit, ashtu siç e hapëm, tashmë totalisht i përfunduar me të gjithë komponentët e tij, edhe me tunelin e emergjencës, përpunon gjatë një dite normale 7.000 automjete në ditë, ndërkohë që gjatë fundjavës deri në 14.000 automjete në ditë, kjo sipas shifrave që kemi pasur vitin e kaluar, por duhet parë dhe si vjet unë besoj që do të ketë edhe shumë më shumë. Në ndërkohë, ne kemi dorëzuar gjithashtu aksin Palaz-Dërmi, një aks i cili ka facilituar të gjithë lëvizjen në zonën e parë të Rivierës pas tunelit Llogaras, duke krijuar një çlirim të trafikut dhe aksese të mirëfillta dhe të shpejta në të gjitha zonat e hotelerisë që janë ndërtuar tashmë. Në ndërkohë që kemi nisur nga puna në bashkëpunim dhe me kërkesë të Bashkisë Sarandës dhe duke marrë parasysh të gjithë problematikën e trafikut të rënduar dhe të mënyrës se si Saranda si qytet është projektuar, hyrjet e munguara dhe gjithçka tjetër, kemi vendosur që përmes një projekti të detajuar dhe shumë konkret ta zgjidhim duke krijuar një hyrje të re për Sarandën përmes bypassit dhe duke i krijuar kështu një frymarrje qytetit për shkak të gjithë trafikut të rënduar në kohë. Jemi në fazë të miratimit projektit zbatimit, është një projekt i buxhetuar, pra kantjeri hapet me një herë brenda vitit, besoj në 3 mujorin e fundit, duke marrë parasysh të gjithë procedurat. Bypassi Sarandës do jetë 3.1 kilometra i gjatë. Dhe sigurisht, këto janë të gjitha ato punë të cilat ne kemi bërë apo kemi nisur dhe jemi
drejt rrugës për t'i dorëzuar, tashmë edhe ato mosfidueset kanë gjetur zgjidhjet e tyre dhe kështu mund të kalojmë në çka do bëjmë në të ardhmen. Kush janë planet tona në të ardhmen dhe unë do të thoja që padyshim nëse adresuam në vitet e para emergjencat që kishte infrastruktura shqiptare, ndoshta sot nuk ishte rasti që t'ju tregonim se si kanë qenë rrugët, gropat, balta, daljet e rrezikshme e tjerë. Nëse na u desh që ne të vazhdonim dhe të bënim punët e një pasnjëshme, sigurisht që 5 vjeçari i fundit ka shërbyer për këto korridore të cilat e vendosin Shqipërinë në hartën europiane të transportit rrugor. Dhe padyshim na është dashur që të bëjmë një sër punësh të tjera, të cilat janë reklamuar dhe janë bërë operative kohët e fundit, duke i dhënë këtë pamje Shqipërisë. Duke nisur nga përfundimi i tunelit Murizit, cilit e përmenda disa herë, por ka qenë si ai unikorni Eleonor i pakapshëm për vite, kështu që ndaj dhe i referohem, dhe deri tek rruga që lidh Maqellarën me Peshkopin, e cila dorëzohet në datë 30 prill, duke përmbushur dhe përmbyllur një herë mirë rrugën e Arbrit, një nga premtimet e mbajtura nga kryeministri Rama dhe nga qeveria. Por edhe një sër aksesh të tjera, siç është aksi Berat-Ballaban, një aks i cili ndoshta në dukje për vendin ndoshta s'ka një rëndësi shumë të madhe, sepse edhe kështu do thonim se ku shkon, por ai është një aks i jashtëzakonshëm, i cili i ka dhënë akses tashmë një zone që nuk ka pasur më përpara. Një zone që lidh Beratin me pjesën e Këlqyrës, Tepelenës dhe Përmetit, duke krijuar mundësinë për zhvillimin e agroturizmit dhe nuklave të tjera bujqësore sikur më parë. Gjithashtu, duhet thënë që unë do desha të kaloja tek Qafploça tani. Duhet thënë që me këtë verë përfundon dhe një nga kalvarat më të gjatë infrastrukturës, Shukës Qafploç, e cila është një rrugë e ndërtuar në lartësi të Gurës dhe Oparit, me problematika të mëdha në ndërtim, por dhe në mënyrën e projektimit të asaj kohe, por që brenda verës të këtij viti do të jetë e dorëzuar dhe të gjitha ata të cilët udhtojnë drejt Korçës do të kenë mundësinë që ta aksesojnë direkt duke lënë me një anë, pra të gjitha kthesat që çojnë në Korçë përmes Qafploçës, dhe duke dhënë kështu edhe një ndarje të trafikut të rënduar shpesh herë në drejtim të daljes së pikës kufitare për në Maqedoninë e Veriut dhe duke e çuar trafikun direkt për në Korçë. Malish Lozhane dhe Korçë-Erseka janë dy segmente të tjera të rëndësishme të zonës jug-lindore të Shqipërisë, të cilat njëra ka përfunduar, Korçë-Erseka tashmë është në funksion, është e përfunduar mbi 34 kilometra, një rrugë panoramike me të vërtet për t'u parë edhe për t'u vizituar, dhe nga ana tjetër Malish Lozhan dorëzohet dhe hapet për përdorim nga automjetet në datë 19 prill, ditën e shtunë. Sigurisht, të gjithë këto, siç u thash, përbëjnë një tablo të madhe tani, është rruga e Linit dhe shumë rrugë tjera, të cilat janë funksionale, do të dorëzohen apo ne do t'i dorëzojmë shumë shpejt. Unë do dëshiroja që tashmë të kaloja në pjesën tjetër të hartës. Në pjesën e re të hartës. Çfarë do të bëjmë në 4 vjeçarin e ardhshëm? U adresuan emergjencat, problematikat jetike të sistemit rrugor shqiptar, u zgjidhën korridoret e mëdha, të cilat do të lidhin
transportin rrugor me transportin e kurudhor, me atë detar, me transportin ajror, pra kemi ato nyjet e kombinuara të cilat i kemi prezantuar në 2021, po që sot janë një realitet i prekshëm, dhe tashmë ka ardhur koha për një zhvillim tjetër. Ka ardhur koha për një zhvillim i cili hyn brenda rajoneve, por jo thjesht me rrugët që jemi mësuar deri sot, pra ato rrugët rurale të cilat FSHZ-ja për të thënë drejtën ka bërë një punë të shkëlqyer në kaq vite, duke nxjerrë në sipërfaqe zonat pa prekura më parë për zhvillim ekonomik dhe bujqësor, por tashmë ne nisim dizenjimin e disa rrugëve të cilat lidhin rajone të ndryshme, duke rritur kështu kapacitetet ekonomike bazuar mbi turizmin, bazuar mbi bujqësinë, bazuar mbi ekonominë e shërbimeve, dhe e para që unë do desha të prezantoja është ajo që ne e quajmë rruga e Bregut, dhe është rruga që lidh Dërmiun me Sarandën. Një gjurmë totalisht e re, e cila lidhet me gjurmën e re të Palas Dërmiut dhe vazhdon në kreshtat e kodrave që ndjekin të gjithë rrugën e Bregut, duke lënë të paprekur rrugën ekzistuese dhe duke krijuar kështu zgjedhje midis një rruge që shkon direkt për të aksesuar Himarën, Sarandën, apo një rrugë panoramike, turistike, e cila ka mundësi që të aksesojë të gjitha fshatrat e jugut dhe të gjitha zonat turistike të ngritura. Sigurisht, kjo do të jetë një vepër sfiduese, duke pasur parasysh relievin e zonës në të cilin ne do të operojmë, por duke pasur parasysh edhe një fakt tjetër që nga të gjitha të dhënat, ai vargmal, nga studimi që është bërë, sepse unë dua ta them një fakt të rëndësishëm. Sot të gjitha rrugët, të gjitha projektet, aeroportet dhe portet ndërtohen gjithmonë mbas një gare ndërkombëtare për sa i përket projektimit dhe studimit. Dhe duke qenë se ne e kemi një studim gjeologjik të mirëfillt për atë vargmal, do të thoja që vargmali i lidhur me malin e Llogaras është një gjeologji e qëndrueshme dhe do të shpresonim që kështu të ishte e gjithë rruga, pasi siç u thash, relievi është shumë sfidues dhe do të jetë e nevojshme që të ketë disa vepra arti të rëndësishme, siç janë urat lise apo edhe tunelet. Megjithatë, nga gjithë studimet që ne kemi bërë, kjo rrugë ka një fizibilitet të qëndrueshëm dhe përfitimet e kësaj rruge janë, përveç atyre direkte sigurisht, përfitimet indirekte janë shumë të larta për sa i përket punësimit, për sa i përket gjenerimit nuklave të reja të turizmit apo dhe nuklave të reja ekonomike. Vazhdojmë me pjesën tjetër të prezantimit. Kjo është Unaza Çajupit. Unaza Çajupit, e cila është një rrugë tjetër panoramike, që lidh në mënyrën më poetike një pjesë të Zagorisë me Gjirokastrën, Libohovën dhe Çajupin, duke e kthyer të gjithë zonën në një zonë të vizitueshme, duke pasur parasysh thesaret që kemi në atë zonë, nga kishat apo sajtet antike të vendosura dhe deri tek qyteti i mbrojtur i Gjirokastrës nga UNESCO. E gjithë kjo unaz do të krijonte një zhvillim të ri ekonomik në këtë zonë, duke i dhënë kështu mundësi edhe lidhjes direkte që ka në pikën pra në Gjirokastër me Delvinën, por sigurisht edhe nga tuneli i Skërficës direkt me Sarandën, dhe duke krijuar kështu një lidhje të shënsishme për pushimet që mund të nisin në Zagori dhe mund të përfundojnë në bregun e Jonit. Vazhdojmë. E kemi quajtur rruga e Vjosës, pasi pavarësisht se ju shikoni vetëm pjesën e re e cila parashikohet të ndërtohet, kjo rrugë nis në Korçë.
Kjo rrugë nis në Korçë, duke vazhduar me segmentin e ri të sapo përfunduar për 34.5 kilometrash të Korçë-Ersekës dhe më pas shkon nëpërmet dhe në Tepelen, duke ndjekur kështu të gjithë luginën e Vjosës dhe duke krijuar një kohezion rajonal midis disa nga qytetet kryesore, siç është Korça, Erseka, Përmeti dhe Tepelena, dhe më pas lidhja direkte me Gjirokastrën dhe sigurisht lidhja direkte me Sarandën. Tek e kemi studiuar këtë rrugë, ne gjithmonë bashkëpunojmë me bashkitë për të kuptuar nevojat e tyre dhe për të kuptuar se cila është kërkesa e tregut. Tashmë këto janë zona të rëndësishme turistike. Dhe padyshim, ajo çka ne kemi identifikuar është që dalja e pjesës lindore, juglindore, pra siç është Korça dhe Erseka, edhe në detin e jugut, pra edhe në Jon, krijon një atraksion akoma më të madh, pasi sigurisht ne e kemi tashmë të siguruar përmes korridorit të 8 dhe Qafpllocës aksesin e Korçës në detin Adriatik. Një nga pjesët interesante të cilat kemi studiuar dhe kemi punuar bashkë me bashkitë Skrapar, Berat dhe Gramsh, është dhe një pjesë e një ndërlidhje që krijohet midis këtyre 3 bashkive për të përshkuar të gjithë zonën malore të këtyre 3 zonave dhe për të krijuar kështu një nukël tjetër ekonomike e cila duke u lidhur më pas në Elbasan dhe duke u lidhur me Berat Ballabanin krijon dhe një lidhje direkte me Tepelenën, duke krijuar kështu në të gjithë zonën, pra nga Shqipëria e Mesme dhe deri në jug, duke krijuar aksese të plota në zona të paprekura deri më sot. Zona të cilat pavarësisht se mund të kenë qenë dhe 20 kilometra larg njëra tjetrës, kanë qenë të aksesueshme me distanca orare. Siç është dhe rasti, siç shikojmë sot rrugën e Arbrit, e cila për ato 100 e pak kilometra u deshën 6 orë që nga Peshkopia të vjen në Tiranë, dhe ndërkohë sot shkohet për 1 orë e 15 minuta me njëherë pas dorëzimit edhe të Mashellar Peshkopis. Një tjetër rrugë e cila do të nxjerrë në sipërfaqe një zonë për ne që punojmë me energjinë shumë të njohur dhe padyshim një zonë me vlera kulturore, kulinare të jashtëzakonshme, që janë 2 qarshet që lidhen, pra qarku i Lezhës dhe qarku i Dibrës, duke lidhur kështu Bashkinë e Mirditës dhe Bashkinë e Matit në zonën e liqeneve. E kemi quajtur rruga e liqeneve pasi është rruga që kalon pranë Shkopetit dhe Ulzës, që të dyja dy liqene që tashmë nuk janë thjesht nukla të prodhimit hidro, por përdoren edhe për një sër arsyesh të tjera, siç është peshkimi apo siç janë sportet ujore, dhe duke i krijuar mundësinë e një infrastrukture të mirë fillt rrugore, të një kategorie C sigurisht, gjitha këto që po prezantojmë, ne kemi parashikuar në bashkëpunim me bashkitë që këto rrugë të kthehen në nukla të forta të gjenerimit të ekonomisë për zonën. Dhe më pas do të kalonim në rrugën e maleve, besoj. Kemi nisur vetëm para pak muajsh ndërtimin e rrugës nga Vauidejës deri në Koman. Një rrugë teknologjike e cila lidh hidrocentralet e kaskadës Drinit, duke qenë se ndërlidhja kryesisht bëhet me ujë, por duke pasur parasysh të gjitha ndërhyrjet që ne bëjmë në ato kaskada, rruga është shumë e rëndësishme. Dhe ky ka qenë synimi kryesor. Por nga ana tjetër, përfitimi indirekt i rrugës që lidh Vauidejës me Komanin është padyshim edhe e gjithë situata turistike që është krijuar në zonë. Duke përdorur
liçenin e Komanit, tashmë shumë nga banorët e zonës kanë ngritur njësitë e tyre, agroturizmat e tyre dhe numri i vizitorëve që ne kemi në digën e Komanit ka arritur rreth 100 deri në 150.000 veta gjatë verës të kaluar, duke na krijuar kështu nevojën për ta pasur këtë rrugë. Dhe duke studiuar rrugën nga Vau i Dejës deri në Koman, kemi arritur të identifikojmë se një tjetër rrugë shumë e rëndësishme për zhvillimin e rajonit verior është rruga e dikushme e Sharrave. Ka qenë identifikuar si rruga e Sharrave për shkak të sharrave të vendosura në Fusharrës dhe në Puk, por që duke pasur parasysh edhe paketën e maleve që qeveria shqiptare tashmë ka publikuar me të gjithë facilitetet e saj, sidomos për gjithë ato shqiptarë të cilët duan të kthehen nga diaspora, menduam dhe emërtuam këtë rrugë si rruga e maleve, pasi është një rrugë malore, është një rrugë panoramike, piktoreske, e cila përshkon pyjet e larta të veriut shqiptar, duke krijuar kështu akses në një nga zonat më të largëta dhe të paprekura deri sot. Gjithashtu, me që ndodhem në këtë zonën e veriut, para se ta mbyllja prezantimin për rrugët e ardhshme, të cilat fillojnë edhe ndërlidhin edhe rajonet brenda tyre, në dalje të Moriqanit, tek vazhdon rruga për të përshkuar gjithë korridorin blu, ka një lidhje prej 5 kilometrash e cila futet brenda qytetit Shkodrës, duke krijuar kështu një tjetër akses të këtij qyteti, i cili sot që flasim kemi edhe disa projekte të cilat janë në vazhdim, siç është rikonstruksioni, zgjerimi dhe kthimi në parametrat e një autostrade A të Urës së Bërdicës, duke e lidhur kështu direkt me korridorin blu deri në hyrjet e qytetit, ose ndryshe e njohur si ura Baçallëkut. Vazhdojmë. Të gjitha këto rrugë janë ndërtuar dhe po ndërtohen, apo të gjitha ato të cilat ne planifikojmë të ndërtojmë, për shkak të numrit të automjeteve, i cili sot është rritur me 162%. Në vitin 2013, në Shqipëri ne kishim 426.000 automjete, ndërkohë që sot kemi 960.000 automjete të cilat qarkullojnë në rrugët e Shqipërisë. Duke pasur këtu parasysh ato automjete të cilat janë stok i regjistruar në regjistrin shqiptar të DPSHTR-s, dhe duke lënë me një anë të gjitha automjetet të cilat futen si automjetet të vizitorëve. Gjithashtu, duhet pasur parasysh që përveç faktit që janë ndërtuar rrugë, të rrugë ofrojnë padyshim edhe uljen e aksidenteve përmes rritjes së kapaciteteve të sigurisë rrugore. Synimi kryesor në fazën e projektimit është që të gjitha këto rrugë të jenë rrugë të sigurta, me eliminimin e pikave të errta apo pikave të zeza siç ne i quajmë, duke krijuar kështu mundësi për lëvizje më të shpejtë dhe lëvizje më të sigurt, si të mallrave ashtu edhe të pasagjerëve. Dhe numri i aksidenteve në Republikën e Shqipërisë krahasimisht me vitin 2013, pavarësisht se kemi më shumë kilometra rrugë, pavarësisht se kemi shpejtësi shumë më të lartë në rrugët shqiptare, është ulur me 11%. Ndërkohë që shifra më e rëndësishme të cilën duhet ta themi dhe nënvizojmë është indeksi i vdekshmërisë. Është ulur me 72%. Pra sot aksidentet kur ndodhin për shkak të rritjes së sigurisë rrugore, ne e kemi shumë më të ulët indeksin e humbjes së jetës të pasagjerit apo të drejtuesit të automjetit. Tani do desha të prezantoja 2 nga pikat kryesore për sa i përket programit infrastrukturor për kryeqytetin.
Kryeqyteti është mikpritësi më i madh i lëvizjes të automjeteve. Sigurisht, autostradat janë shtuar, sigurisht, çdo pjesë e vendit tashmë është e aksesueshme, në 4 vitet e ardhshme edhe rajonet të cilat nuk kanë qenë të aksesueshme deri sot do të jenë ashtu siç prezantuam, por keni parasysh që i gjithë ky volum vjen dhe ngarkon kryeqytetin, duke qenë se kryeqyteti është kthyer në unazën kryesore të ndërlidhjes të gjitha autostradave siç do ishte dhe normale. Kështu që fillimisht unë do t'ju prezantoja me hyrjen verilindore të Tiranës ose ndryshe aksesi i rrugës së Arbrit në Tiranë. Me përfundimin e kësaj vepre të madhe, sigurisht ne jemi ndodhur para faktit që arrim deri në shkallë Tujanet, në pjesën ku ndodhet fundjava ndryshe, dhe pastaj përballemi me një hyrje të ngushtë të një qyteti të projektuar për një numër tjetër automjetesh dhe për një rrugë tjetër që vinte nga lindja. Për këtë arsye, në ditët në vazhdim, kjo është gjurma e projektit, ne do vazhdojmë të detajojmë projektin për të krijuar hyrjen e Tufinës, e cila e lidh direkt rrugën e Arbrit me unazën e madhe tashmë funksionale për t'i dhënë akses çdo automjeti në secilin hyrje të unazës madhe. Pra, nuk ka më nevojë që të përshkoj tej Tiranën, mjafton që futet në daljen e 5 të unazës madhe, për të dalë kështu tek Shqiponja, për të shkuar tek Pallati me Shigjeta, apo për të shkuar në qendër, kudo që drejtuesi i automjetit që vjen nga Verilindja dëshiron të shkojë. Dhe kjo është hyrja e veriut të Tiranës. Hyrja e veriut të Tiranës që me ndërtimin e Thuman Kasharit ne tani kemi 3 pika hyrje në Tiranë. Kemi hyrjen nga Kamza, kemi hyrjen nga rruga e Rinasit dhe hyrjen nga Thuman Kashari, duke lënë më pas pjesën e rrugës vjetër të Vorës, duke qenë se ajo tashmë ka distancë nga kryeqyteti. Duke pasur parasysh edhe ngarkesën që krijohet nga aeroporti, duke pasur parasysh se volumet tashmë që sjell Thuman Kashari janë shumë më të mëdha se volumet ekzistuese deri pak më parë, sigurisht na ka lindur nevoja për të bërë një analizë të thellë të situatës për ndërlidhjen e veriut për hyrjen në Tiranë. Kështu që kemi vendosur që të ndërtojmë këtë aks hyrës, i cili pikat janë vendosur në hartë, se si vim nga veriu dhe ku lidhemi, pra lidhemi në trupin e unazës së re, por që në përfundim të videos, meqense unaza e re është sapo e përfunduar, pra unaza e madhe e Tiranës, nuk arrin që të shfaqet në Google Map, se si duket ne kemi filluar të ndërtojmë rrugë më shpejt se sa aftësia e Google-it për t'i pasqyruar ato. Këtu jemi në një tunel prej 700 metra linearësh që ndërtohet në kodër kushe për të krijuar akses të plot dhe të shpejt dhe për të mos prekur zonën e banuar, duke qenë se intensiteti në atë zonë është shumë i lartë, dhe për të vazhduar dhe për të ndjekur gjurmën deri tek 5 Maj, dhe këtu praktikisht duket sikur është kantier, por nuk është më kantier, është unaza e madhe e Tiranës e ndërtuar dhe plotësisht e aksesueshme. Do ta mbyllja prezantimin e infrastrukturës rrugore me një nga veprat më të rëndësishme, e cila është pjesa plotësuese e një puzzle-i të madh. Nëse do të operojmë autostradat të cilat përshkohen me 130 km/h, nëse do të lidhim rajonet pa lidhura më parë, nëse do të lidhemi dhe ndërlidhemi me shtetet e tjera fshinje, duke nisur nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Greqia, detyrimisht të gjitha këto akse ndërkombëtare tashmë duhen monitoruar në mënyrë inovative. Dhe për të bërë këtë,
Autoriteti Rrugor Shqiptar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka punuar 2 vitet e fundit me një projekt i cili përveç inovacionit do të ofrojë dhe siguri maksimale të kontrollit të trafikut rrugor. Kështu që duke nisur nga muaji qershor, një grup vajzash dhe djemsh, të cilët tashmë po trajnohen pasi janë rekrutuar, do të jenë të vendosur në qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, ku do të operohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe së bashku me Autoritetin Rrugor Shqiptar do të jenë në të njëjtat salla kontrolli edhe policia rrugore, urgjenca kombëtare, emergjencat civile, për të ndërhyrë që të gjithë në të njëjtin moment. Dhe për të ndërhyrë në të njëjtin moment, jo vetëm në rastet kur do të kemi situata për t'i zgjidhur, por edhe në rastet për t'i parandaluar ato. Në 200 kilometrat e para, me të cilat nis ky projekt, janë vendosur mbi 2000 kamera, të cilat monitorojnë të gjithë trafikun në këto 200 kilometra, duke matur parametrat e shpejtësisë, duke matur sjelljen e drejtuesit të automjetit dhe duke parandaluar kështu një herë mirë çdo situatë që mund të ndodhi dhe padyshim pas një viti, nëse ne do të mblidhemi për të bërë një analizë, do të shikojmë që numri i aksidenteve dhe gjithçka tjetër ndodh në rrugët shqiptare do të jetë ulur shumë ndjeshëm pikërisht për shkak të kësaj qendre inovative të kontrollit të monitorimit të trafikut rrugor. Kjo është pjesa e infrastrukturës rrugore me të gjitha çka ne kemi vendosur që të dorëzojmë deri tani dhe çka do bëhet në të ardhmen, në ndërkohë që unë do të kaloja në një pjesë tjetër shumë të rëndësishme. Shqipëria ka hyrë në një kapitull të ri të zhvillimit, qoftë ekonomik dhe qoftë social. Nëse sot ne flasim me gojën plot për hapin që Shqipëria po hedh drejt Europës, nëse Shqipëria e 2030-s nuk është më një ëndër, por është një projekt për t'u vënë në jetë, sigurisht ne duhet që të operojmë me të njëjtat instrumenta, ashtu siç operon çdo shtet evropian. E thon kjo, duhet që t'i rikthehemi një herë një historiku të gjatë që Shqipëria ka pasur me hekurudhat. Në vendin ton, ne kemi trashëguar 420 kilometra hekurudh, të ndërtuara nga fillim vitet 50 deri në vitet 86, ku kryesisht lidheshin qytetet kryesore si Tirana, Durrësi, Shkodra e Pogradeci më vonë, Fieri dhe Vlora. E gjithë ky stok i hekurudhës prej 420 kilometrash është përdorur shumë në vitet e monizmit, por jo më pas. Unë shpeshherë them që mbas një sistemi i cili zhduku nga ADN-ja jon pronën private dhe në mungesë të lirisë, shqiptarët gjetën shprehjen e lirisë tyre tek automjetet dhe vendosën që ta abandononin transportin hekurudhor, që ishte një transport kolektiv, dhe secili preferoi që të merrte një automjet si për të treguar që tashmë jam i lirë. Dhe është më mirë që të kem një automjet se sa të përdor transportin publik. Tek kështu vitet kaluan dhe hekurudha nuk pati kur mundësinë që të investoj, të rikonstruktohej, apo që të shërbente ashtu si shërbente dikur. Megjithatë, që në fillim të mandatit të parë, qeveria Rama e vuri si synim rehabilitimin e hekurudhave dhe padyshim edhe ndërtimin e veprave të reja hekurudhore. Por për të thënë të vërtetën, dua ta ndaj këtu me ju, e themi shpesh, kemi kaluar një kalvar të gjatë të këtij procesi, pasi në pamundësi për t'ju përgjigjur edhe kërkesave të infrastrukturës rrugore, që ishte imediate, edhe kërkesave të infrastrukturës hekurudhore, u vendos që infrastruktura hekurudhore të mbështetej me fondet Bashkimit Evropian. Dhe këtu do të përmendja
vetëm një rast, duke qenë se ai është rasti fatlum tashmë dhe ka marrë udhë, që është Hekurudha Tiranë-Durrës. Për Hekurudhën Tiranë-Durrës aplikimi ka nisur në 2014, nuk është humbur asnjë ditë kohë nga qeveria Rama. Por fatkeqësisht për shkak të burokracisë së gjatë, për shkak ndoshta edhe të mungesës së besimit që donatorët kishin ndaj Shqipërisë dhe vetë komisionin atë u deshën vite e vite të gjata deri në 2020 që më në fund Shqipëria të merrte dritën jeshile për nisjen e projektit të ndërtimit të Hekurudhës Tiranë, aeroporti Rinasit Durrës, e cila sot sigurisht ndodhet në një fazë të përparuar, mbi 75% e këtij projekti tashmë është i përfunduar. Ne parashikojmë që në fund të vitit 2025 të kemi të dorëzuar këtë Hekurudhë, por sigurisht më pas fillon plotësimi i komponentëve, siç është ndërtimi i 10 stacioneve që do të ketë nga Durrësi në Rinas dhe më pas nga Rinasi në Tiranë, apo dhe elektrifikimi e Hekurudhës. Duhet thënë që të gjitha projektet hekurudhore që tashmë ne kemi janë projekte hekurudhore të elektrifikuara, duke pasur parasysh që sensi i transportit hekurudhor mbi të gjitha është se është një transport miqësor me ambientin dhe nga ana tjetër është një transport eficient me xhepin e çdo qytetari. Kështu që të gjithë komponentët së bashku do të jenë përfunduar në pranverën e vitit 2026, duke na dhënë kështu mundësinë e fillimit të një transporti totalisht të ri, transportit modern të Hekurudhës. Në planet tona parashikohet që në 10 vitet e ardhshme Shqipëria do të ketë një rrjet modern hekurudhor prej 530 kilometrash, të cilët do të lidhin veriun dhe jugun, dhe e thënë kjo, unë do ta vazhdoja këtë prezantim me Vor Hanihotit, një hekurudhë ekzistuese, por sot vetëm në përdorim të disa vagonave të cilat çojnë dhe bijnë mallra, por në sasi shumë të vogla. Dhe nga ana tjetër, tashmë, pasi kemi mbaruar të gjithë proceset e gjata burokratike, pasi kemi mbyllur pjesën e projektit të detajuar dhe pasi kemi përfunduar gjithçka, jemi gati që në trimestrin e fundit të vitit 2025 ne të nisim kantierin për ndërtimin e Hekurudhës Vor Hanihotit, tashmë gjurma e re, tashmë me parimet e reja të elektrifikimit, stacioneve të reja, eficiencës energjetike dhe gjithçka tjetër, por mbi të gjitha duhet të themi se grupi që punon tashmë për Hekurudhat ka krijuar një eksperiencë shumë të mirë, kjo e thënë edhe nga donatorët e huaj, dhe unë jam besim plot që gjithë ky proces do të ecë shumë më shpejt se Tiranë-Durrësi. Në ndërkohë, vetëm para pak ditësh, ne kemi marrë lajmin e mirë dhe kemi firmosur këtu në Tiranë, në pranit kryeministrit, edhe të zëvendës presidentes Kaja Kallas të Komisionit Evropian, marrëveshjen për financimin e segmentit të parë të korridorit 8, duke kompletuar kështu korridorin e 8 ashtu siç u thash, se është një korridor i cili përmbush kushtet e transportit rrugor, hekurudhor, transportit energjetik edhe atij të sigurisë militare. Pra, kështu që rehabilitimi i Durrës-Rogozhinës është segmenti i parë i korridorit të 8, gjastësia është 34 kilometra dhe punimet për këtë fillojnë në tremujorin e parë, pra në janar të vitit 2026 hapet një kantier tjetër në Republikën e Shqipërisë, pas fundit të vitit 2025 ku hapim Vor Hanihotit, në fillim të 2026 hapet Durrës-Rogozhina, duke e kthyer Shqipërinë edhe në një kantier të hekurudhave. Në ndërkohë që rehabilitimi i linjës Rogozhin-Pogradec, e cila e çon këtë linjë në kufi me Maqedoninë e Veriut,
Ka një gjatësi prej 120 plus 4 kilometrash, 120 janë në tokën tonë dhe 4 kilometrat janë në zonën kufitare, pra me Maqedoninë e Veriut, dhe pritet që sipas të gjithë proceseve që ne duhet të ndjekim edhe për këtë segment, që është segmenti më i madh i korridorit të 8, ne të nisim punimet dhe gjithçka tjetër në vitin 2028, sipas fazave të përgatitjes së projektit inxhinierik nga WBIF-i. Tashmë, ka lindur një nevojë imediate edhe për hekurudhat e brendshme. Duke qenë se ndërtimi i një porti të madh siç është porti i Durrësit, i riu, pra porti i Porto Romanos, nuk mund të kuptohet pa një hekurudh. Një port i kapaciteteve të tilla është e nevojshme dhe domosdoshme ndërtimi i një hekurudhe, dhe që ne ta lidhim portin e Porto Romanos me hekurudhën Tiranë-Durrës dhe më pas me hekurudhën Durrës-Rogozhin për ta futur atë në korridorin e 8 dhe për të dërguar këto mallra në Maqedoninë e Veriut apo në Bullgari, do na duhet që të krijojmë edhe këtë pjesë të brendshme hekurudhore, e cila lidh Sukth Porto Romano me një gjatësi prej 11 kilometrash dhe është projekti detajuar në fazë prokurimi, i cili bashkangjitet projektit madh të portit Porto Romanos duke kompletuar totalisht këtë nyje infrastrukturore. Gjithashtu, e njëjta situatë na ndodh edhe në jug të vendit. Tashmë, pas pak ditësh, ne do të kemi fluturimin e parë në aeroportin e Vlorës, në javën e parë të majit. Megjithatë, portet dhe aeroportet do të kenë programin e tyre prezantues, kështu që unë do të merrem me hekurudha tani për të thënë që nuk mund ndërtosh një aeroport i cili është disa kilometra larg qytetit dhe ta lësh të ndërlidhet vetëm me rrugë automobilistike. Është e pamundur në ditët e sotme. Ne kemi vesh për dëgjuar dhe jemi shumë të vëmendshëm në kërkesat që kanë turistët, që ka tregu. Dhe një nga kërkesat kryesore që ka çdo turist që vjen në Shqipëri është transporti publik. Transporti publik sidomos nga destinacioni kur ata zbresin dhe arrin në aeroportet tona. Ndaj, ashtu si që Rinasi do të ketë trenin që do ta çojnë në Tiranë apo do ta çojnë në Durrës, edhe aeroporti i Vlorës do të jetë i lidhur me një shinë hekurudhore, e cila do ta çojë në qytetin e Vlorës, pra do të jetë via Vlorë dhe do të jetë një segment i gjatë 5 kilometra, tren i shpejtësisë, i cili do të çojë dhe do të sjellë pasagjerët nga aeroporti i Vlorës, duke krijuar kështu dy segmente të brendshme, të palidhura me korridoret dhe të palidhura me financimin e WBIF-it. Në ndërkohë, gjithashtu, në buxhetin e shtetit, ne kemi nisur parashikimin brenda PBA-ve të linjës hekurudhore Rogozhin-Vlorë. Linja hekurudhore Rogozhin-Vlorë është një linjë ekzistuese, e cila duhet rehabilituar, kthyer në parametrat europian, padyshim sipas të gjithë parametrat të elektrifikimit të stacioneve të sigurisë hekurudhore, duke bërë kështu një ndërlidhje të veriut, duke nisur nga Hanihotit pra dhe deri në qytetin e Vlorës. Nga ana tjetër, vetëm dje ne kemi prezantuar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës një nga projektet më ambicioze dhe më të dashura, do thoja unë, për shqiptarët. Hekurudhën Kuqezi. Hekurudha Kuqezi, e cila pas një studimi të gjatë që u realizuar përmes një tenderi ndërkombëtar, një konsorcium austriak arriti dhe solli në tryezën tonë 3 variante, duke sugjeruar si variantin më të prekshëm nga ana e qëndrueshmërisë ekonomike, por nga ana tjetër edhe i një sensi të demografisë për sa i përket zonave, variantin i cili kjo hekurudh kalon nga Shkodra
si kryeqendra e Veriut, në drejtim të Gjakovës për t'u lidhur më pas me fush Kosovën. Kjo është një tjetër hekurudh shumë e rëndësishme, e cila realizon eksaktësisht atë që ne kemi thënë për portin e ri të Porto Romanos. Porti i ri i Porto Romanos është një port i cili nuk i përket vetëm Shqipërisë, është një port i ndërtuar për 3 shtete. Është një port që do t'i shërbej të gjithë volumeve të madhrave transportit e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, të Maqedonisë Veriut, edhe të Kosovës. Duke qenë se është një port i dizenjuar që në gjenezën e tij i lidhur me 2 porte të tjera të thata, të vendosura në Shkup tashmë, sipas ndryshimit që bëri qeveria maqedonëse, dhe në Prishtinë. Pra, kjo hekurudh, përveç një ëndre, për t'i dhënë akses të gjithë kosovarëve për të ardhur në Shqipëri në rreth 2 orë e gjysmë, 3 orë, nga ana tjetër krijon dhe një akses të plot të lëvizjes së mallrave dhe unë këtu do të shtoja edhe diçka tjetër. Krijon një akses për Shqipërinë në korridorin e 10 përmes hyrjes nga Nishi, duke e bërë kështu vendin ton të lidhur me 3 korridore infrastrukturore të rëndësishme, me korridorin Adriatiko-Jonian, me korridorin e 8 dhe me korridorin e 10. Për infrastrukturën, për të thënë drejtën, mund të flasim shumë, por unë do desha ta përmbyllja këtu, duke thënë që sot, ashtu siç e thash dhe në fillim të fjalës time, nuk flitet më për sasi, sa kilometra kemi bërë, sa kilometra do të bëjmë. Sot flitet për mënyrën cilësore se si ne po e dizenjojmë infrastrukturën në ndërlidhje të plot midis llojeve të infrastrukturës dhe në ndërlidhje të plot midis vendeve fqinje që ne kemi, duke pasur parasysh zhvillimin ekonomik dhe social të Ballkanit Perëndimor, duke pasur parasysh aspiratat e popullit shqiptar për të qenë një vend antar i Bashkimit Evropian dhe për të realizuar të gjithë ëndrrën tonë të Shqipërisë 2030. Shumë faleminderit për vëmendjen, shpresoj mos të jem zgjatur dhe do desha t'ia jepja fjalën kryeministit Rama.